Para 1 javë duke ecur në rrugë në Tiranë. Ndet përballë djalë. Më thotë ka mundësi 1 minutë të tregoj historinë time. Po i thash. Kandidova tha për shkollën e policisë. Kisha gjithë jetën do të bëhesha polic. I mora gjitha testat. Përveç njërit. Para 2 vjetësh ta më kishte vdekur mamaja. Dhe kujtin mamas time e bëra fotografinë e saj tatuazh gra. Shkova për të bërë konkursin. I kalova gjitha testet përveç njërit. Më thanë ke tatuazh. E fshiva duke qarë. Është vërtet. E fshiu tatuazhin e tjemës duke qarë për të kapur shkollën. Prapë s'ia dha. E dini pse? Se ata që ishin poshtë ati paguan. Ky nuk pati mundësi të paguante. Pagoi me portretin mamas vet, duke qarë. E ky njeri është gjallë, mund të sjell në parlament. E pra kjo është kosto administratës tuaj. Kjo është kosto kësaj krize politike, se si cënon për ditë të drejtat e kaq shumë njerëzve. Ja ktheni dot mamanat i jo. Po kujtimi mamas ja ktheni jo. S'keni asnjë mundësi t'ja ktheni. Edhe bëun çik njerëzor, jemi pak dignitet ti vend. Një vend që nuk lind më bebe. 3000 bebe më pak. Ju s'u thon asgjë kjo. Se si shteti detyron pa drejtësisht një fëmijë të heqë tatuazhin e nënës për të bërë polic.